Tani si hobi më është bërë profesion dhe dikur stili jetesës. Kam nisë kur nuk ka pas as trepikshe, as semafora, as kosh me faull. Kam vazhduar në ligat të një shteti që më nuk ekziston, dhe në ligat të një shteti që po e themelonin vetë, pa ditë kur ajo ndër realizohet. Kam luajtur në beton, në sallat të sporteve dhe në palestrat të shkollave fillore. Kam transmetuar Ligën e Kosovës nga sallat e ftohta me telefon statik për radio. Kam transmetuar NBA dhe lojrat olimpike. Dhe 50 vjetat kam betur deri në fund të çerekut të parë. Mirë po, tregimi im nuk tregohet i vetëm, tregohet me shumë të tjerë që për 80 vite kanë kontribuar në basketbollin e Kosovës. Në kuadër të dokumentarit 4 Çerekët, kam kënaqësinë që këtu afër kam njërin prej basketbollistëve më të mirë kosovar, njëri prej më të suksesshmëve në karrierën e tij të basketbollistit. Me mua këtu është Dardan Berisha. Dardan, kënaqësia imja që për herë të parë po të intervistoj kështu për këtë dokumentar që i përmbledh gati të gjitha gjeneratat prej pas luftës së dytë botërore deri më tani. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Mua më intereson se cilët kanë qenë hapat e parë që e marrë, do thotë në pej ke filluar të merresh me basketboll. Fillimi ka qenë normal, në lagje, si po menoj shumica dhe e fëmijëve. Njerë jam konë në lagjet, po menoj basketbollista mjaft mirë, si vëllezër Kasapolli, Valjan Begolli, Ndjerin, edhe ata dyqysh na kanë imponu ose na kanë shty aty edhe në pej u lut për me basketbollin në rrugë edhe gjithmonë kom qenë më i vogël në gjenerat shumë më e re se ata dhe qashtu ka i dashnia për basketbollin edhe aty të lujt një herë Valjan Begolli më pat ftu me stërvit me ta i ka qenë Tesat Muharemi i cili më ka lujt edhe me Eskon. Edhe ai dyqysh më ka ftu edhe u për kujdes për fillimet e mia të karrierës, kështu që ta kom fillu në rrugë, tani Tesat Muharemi në pej edhe Pastaj vjen largohesh nga Kosova dhe karrierën tënde e zhvillon në Poloni. A do të thotë që kanë qenë po? Njëherë kom qenë Kroaci, kom qenë juniorat e Cibonës atje për 2 vjet, edhe mas juniorave jam kthy në Kosovë 1 vjet me seniora me Bujar Locin ka qenë treneri i parë i PES në atë kohë dhe kom pas minutazhën edhe për krajën e tij të madhe, cilën e falenderoj edhe ata. Edhe masane kam shku në Poloni dhe atje kam filluar edhe me lujt për U20 në fillim, edhe kom pas një trener Mladen Starçević i cili për një me u marr me ngrëndjen e elementeve të basketbollit edhe më ka ndihmuar shumë karrierën. Do të thotë karriera e ty jyte ka marrë hapat se më të tjeshëm niveli, ngritja jyte në nivelin më të lartë të basketbollit. Po, tash krejt ajo punën që kom bo me Tesat Muharemi, me Bujar Locin edhe në Cibon që kom bo në Poloni, ka fillu ajo, me thonë, shpërthimi edhe ftesa për me përfaqësu Polonin në shtet madh, edhe ka qenë kënaqësi, njerë fillim kom reprezentu U20 kampionatin evropian, tani me njerë në vitin arshëm kom qenë edhe në seniora dhe deri në 3 vjet kom qenë rregullisht lojtari i 12 ose 5 parë me thonë të Polonia. Na kujtohet shumë mirë Eurobasketi. Ato pikë të vendimtare kundër Turqisë dhe ajo Shqiponia që nuk i ka munguar asaj ndeshje. Do me thonë ajo atëherë ka qenë nën kampion i botës, Turqia ka qenë për një me ekip shumë e fort me lojtarët e NBA-t dhe të Euroligës, me thonë tanë, kështu që ka qenë kënaqësi me reprezentu vendin, edhe Polonin, po normal edhe këtë shqiptarët ku do që jonë konë edhe një ndoshta momenti më i mirë i jetës tanë. Gjithmonë kemi qenë në atë Eurobasket të gjithë për Polonin.
Po normal aty më konë dhënë, ja kom fillu në Kosovë, është një farë lidhje më e madhe se tash të lojtarë tjerë që jam lindur ndiku jashtë, kështu që e kom përfaqësuar për një me basketbollin kosovar edhe në ligën e Polonisë, po atëherë edhe në ndërkombëtarisht, kështu që kom për mua dhe privilegj dhe kënaqësi. Më duket që basketbollisti vetëm që arrin një karrierë të tillë pas luftës prej Kosovës dhe arrin ato nivelet të larta të Po, basketbollit. tash më me thonë fatkeqësisht se ka pas edhe raste dhe ka pas tash edhe kushtet kanë qenë fillim me njerë mbas luftës këtu ma vështirë, po edhe tash fatkeqësisht më thonë që disa vite s'po kena prodhim prej këtu që munden me përfaqësu vendin arenën ndërkombëtare në nivelin që më konon ose pse jo dhe më të lartë. A do thotë që më parë, në kohën tënde kur ke filluar, ka pasur shumë më tepër interesim për basketbollin se sa që është tani? Po, unë po mendoj që po, ajo vret edhe në për rrugë, edhe në për lagje, edhe në për shkollat basketbollit, e kam dashur shumë ma shumë sportin, më thonë, përgjithësi, jo veç basketbollin, po tash ndoshta edhe konat ndryshe dhe interneti, telefonat, e kanë bërë ata të vetën, po besoj që në kohën kur kemi qenë na fëmijë, në shkollë fillore ose të mesme, ka qenë interesimi shumë më i madh dhe konkurenca më thonë ka qenë shumë më e madhe në atë kohë se sot. Ke luajtur në për disa klube të Evropës, në cilat klube ke qenë më i kënaqur me performancën tënde në atë kohë? Përveç Polonisë që kom qenë atje në Ambjellocave, ka qenë ekipe Eurocupit edhe jam një tepër mirë, i kom kalu atje 2 vjet. Kom luajtur edhe në Nimburg, Çekis, aty e kom pas një periudhë shumë të mirë dhe atje jam shku prej Prishtinës, Rampi Sigal Prishtinës, kom shku atje dhe kom luajtur tepër mirë ku kon Champions League ekipa dhe jena shku në top 16, atje në Arab, më thonë pa fat në sekondat fundit edhe qaja ekip që na ka mujt Ajeki u bo kampion i Champions League-s, po kon ekip shumë profesionali, po dhe në Itali kom kalu shumë mirë, në Serie A, në Juve Caser, kështu që... Sa ke qëndruar në Itali? Unë në Itali më shku në shkort, deri në fund sezonës, që ato 4 muaj e gjys, po jem kur shumë. Nuk i ke vazhdu karrierën? Jo se aty pat probleme edhe bankrotoj ajo ekipa krejt, ku po shkoj unë kërën bankrotu. Mirë, për në Kosovë nuk më ndodhe. Ja, në Kosovë, jo, kështu që bankrotoj dhe s'kom vazhdu, po aty u kon niveli për një më shumë i nalt, lojën e pare kom luajtur me Milanon, dhe në është 2 treningin është ai kom bo dhe loja parë ka qenë kundër Armani Milanos, kështu që u kon eksperiencë shumë e mirë. Më pastaj kthehesh në Kosovë? Po, tani jam kthyer në Kosovë me Prishtinën, vite i cili FIBA Cup e kena bo një histori të mirë, kena shku deri në top 16, me Varezën, me një ekip shumë me traditë dhe të fortë, kena hub, po kena hub me ftyrë, më thonë, me luftë, kështu që sukseset edhe në Kosovë që i kom pas me ekipe, me 2 ekipe sonë në Kosovë, kom luajtur veç për PN edhe për Prishtinën, jam konë shumë të mira edhe jam konë momentet. Ka qenë interesant prej PES vjen në Prishtinë, si është pritur nga tifozët atje. Jo e dini që po mirë, po konë që ashtu momenti, unë jam krenar me vendime që i kom pas, me PN i na bo kampion, masi që i na bo kampion, jam ardhë në Prishtinë me përfaqësu basketbollin e Kosovës, me ekip të Kosovës në arenën ndërkombëtare për herë të parë, një ekip i Kosovës ka luajtur në ligë mas luftës në ligë që o konë ndërkombëtare, më thonë Balkan Liga, edhe këna pas për atër Balkan Liga o konë për një nivel krejt tjetër edhe ka qenë interesant për krejt, na qërë përfaqësova. Ka qenë për herë të parë. Për herë të parë, aja është përthimi, dalja jashtë FIBA u pranu, i ke fillu për mu pranu, zyrtarisht i na pranu 2015, po ka qenë për një moment emocionus, më thonë prej PES në Prishtinë, po sukseset i kam mbulu krejt, na kena pas shumë sukses, kom kalu tepër mirë në Prishtinë, falenderoj krejt që kam përkra. Rruga jote pej Prishtinë, pej. Tash më sylë mshel. Po mënoj tash, pej është qyteti jam, që ku jam lindë dhe është shtëpia jam, Prishtina është shtëpia jam e dytë, do më thonë, s'ka, anë kom kalu tepër mirë në dyjat, s'kom mujtë këto dyjat mi da, ose kom luajtur në Evropë, ose këto, kështu që me dyjat kom pas suksese, me dyjat kom kalu kona shumë të mira.
pritjet e tifozëve kanë qenë shumë të mira në pas kthimit në pej nga tifozët. Po, e kanë kuptu se në fillim u konë për një me vështirë ma shumë për ta, po me ku e kanë kuptu edhe përshojnë sporti që është edhe arsyem se unë jam shku Prishtinë, jam këthy në vendlindje, ata është sigur të në krenar për sukseset e mija që i kom bo edhe në Evropë, po edhe në Prishtinë, kështu që më kam pritë për mirë, ta shti jam aty edhe i falimderoj shumë edhe për mjekpritjen edhe për përkrajnë që ma bëjnë. Tani peja disi nuk ka më basketbolist të ri të cilët mund t'ju zavensojnë një të ardhme Juve dhe disa të tjerë. Çfarë po ndodh në pej? Di që gjithmonë është thonë që peja është qyteti basketbol. Po, bashkë për ata e thash se për para për një vend pej, sidomos s'ti pas lagj ose shkollë fillore, ose që s'ka pas një kësh aty në afer edhe që u lujt për një me shumë edhe kanë dasht edhe dojnë basketbolin në pej. S'ka se arsyen të mdhaja shumë. Po menoj që prej sallave, prej trenerave, prej klubeve vetë, fajet i kemë, shtu që edhe federata, do me në krejt është një kompleks i madh i arsyeve pse nuk ka talenta, jo veç më pej, po krejt Kosovën, po shpresoj që kjo shpejt ka me ndru edhe të ardhmen e shpejt kanë me dalë, jo veç një, po disa talenta që kanë me përfaqësu Kosovën sa ma mirë. A ka ndonjë talent që ju ka rënë në sy deri më tani? Po janë aty, ka aty që tashti ai Andi Ahmeti është 19 vjeçar, është i ri, po shkon në Amerikë, nuk është i roj sukses, po shpresoj që ka me punu shumë edhe ka me na përvasu për mirë. Po për Prishtinë nuk e dijen, Ismaili është shumë i mirë, ka talenta, po duhet me punu hala ma shumë me ta dhe me jep hala ma shumë mësi edhe minuta edhe eksperiencë me prit, me bo, edhe po besoj që kanë me në ndimu ose kam ndimu basketbolit Kosovës. Pranimi i Kosovës në FIBA është një e veçantë, është një moment shumë i rëndësishëm për basketbolin e Kosovës, pjesëmarrja e parë në parakualifikime për Eurobasket. Po, ajo atërë, unë në 2015 mbash atërë jëmë konë një përzgjellën në Poloni, në 12 e Polonisë dhe në akon aeroplan kërë ardhë presidenti i Federatës Polonisë, po ullet të ofër me edhe, po më kalëzën që Kosova për pranu në FIBA. Të shush, më isha me besu që ashtë emocion o kom, pa ata prej fillimit, prej që jëmë konën në Poloni e din lidhën të me Kosovën, edhe kur kena zbrit në aeroport, do me thonë, aji 12 veç o përcaktu edhe unë aty jëmë konë, e kanë ndru se e kanë kuptu dhe se më kanë pas një problem cilin e falim. Do thotë momenti ka qenë përcaktus pranimi në FIBA i Kosovës dhe më njerë ke vendos. Po, edhe jëm largu prej atjet edhe jëm ardhë këtu, edhe ka një moment historik që s'ka më arru pranimi jonë, liria e basketbolit me thonë, edhe normal jëm këthy, hapat e para ose lojt e para kanë qenë shumë shtira se hala se këna pas eksperiencët na si ekip në arenën ndërkombëtare, këna pas Slovenin kampionin e Evropës, këna lujt kundër tyne, kështu që fillim u konë shumë shtirë, po me ko këna fitu pak eksperiencë, ato 2-3 vitet e para, atër jënë konë pak matë mira, ta është prapë këna ra, po... 2019 në para kualifikime mundet Macedonia që kohë më parë ishte pjesëmarrëse e kampionatit evropian, në lojën vendimtare mundi me Estoninë dhe kalojmë në kualifikime. Po, ajo ka qenë po më duket suksesi më i madh i joni, i kena fitu edhe Estonia ka e basketin shumë të fortë edhe për kallëzën edhe tashti edhe është pjesëmarrëse e kampionateve evropiane kohën e fundit tonë kohën. Macedonia e kena mujt edhe ata dhe jena kvalifikuar dhe e kena pro ekipet si Lituania, Polonia, Hungaria, ekipet për një më të forta që edhe Sabonisi ka ardhur në Prishtinë, të ndër legjendat e basketbollit botëror, kështu që ka qenë sukses i madh i joni me një shtet vogël edhe me probleme 1 milion që i kemi, prapë si na dorëzo dhe po besoj që ka gjë mirë kena performuar deri në çat periudhë. Çfarë mungon tani basketbollit kosovar? Dim që një grup i madh jush të cilët jeni në përfaqësuesën e Kosovës keni arritur ndoshta shumë afër për ta përmbyll karrierën tuaj. Po, unë e thash ajo freskia, po problemi është që edhe na që jena me moshë më të vjetër edhe
me eksperiencë tash të veç madhe, nuk është, po menoj, nuk është që na po dojnë aty me konzëqysh, po kur pesha kush me na përfaqësu nëse duhet na me sakrifikum të partjem që e lojnë për të mirën e basketbollit të Kosovës, me vazhdu dikush, po njerë për njerë nuk ka që si lojtar që vinë përfaqësojnë denjësisht me thonë, ose në mënyrë më të mirë, edhe pse edhe na kena pas probleme me trenera, kena pas probleme me lojtar të huaj, me qionardë që kena pasoshat, kështu që ka pas probleme që të kohën e fundit, s'kena edhe këtu Windowsa që po bojnë, ka neve s'na për shtatet që to ka një javë, 3 ditë, atër me Grimbergin, kena pas 2 muaj përgatitje, thuja këtë verën kena ushtru dhe na konë për një ma shumë përgatitun për që ato 2 loj, ta është për një herë s'po dim mu komponu për ju shkurt. Do thotë që i nevojitet një kamp, sidomos ndoshta për juve jo aq shumë nga se keni karrierën e begatshme, mirë po për të kyçur sa më tepër basketbollistë të ri në ato kampe për të punu me ta më tepër me këta trajner. Para se me shku tash në Polonikun pas shumë kampe edhe me për Kroacia, në Majtëzi, komutu shumë, do me thonë edhe atë në atë kohë Dugagjini në ka përkra shumë, po edhe privatisht familja më ka përkra për me shku dhe mu inkuadru në kampe, na duhet me i bo ato, edhe si vend, edhe si federat, edhe shteti me na ndihmu, edhe për me organizu kampe për të ri, sa ma shumë, sidomos gjatë verës, që aty është minusi më i madh joni që në gjatë verës na po pauzojmë, e aty është koha kryesore ku zhvillohen lojtarët individualisht ose ngritën nivel tyne, kështu që po besoj që aty kena më marrë më shumë me atë punë. A i nevojitën këto përforcime nga herë që vinë, marrin pasaportën dhe shkojnë dikun tjetër? Ajo, mënyrën që shpebojmë nuk është e mirë, na pishojmë që shumica e shteteve e bojnë ata dhe më të forte, ka edhe Polonia, ata AJ Slaughter, përpara kon edhe Kelati, Logan, adin ka ekipe që po foli për... Sikur se Azerbajxhani që ka pas hovë. Adin nuk është diçka shumë e keqe, po sidomos në rastin tonë që qysh e kem na, nuk është aq e keqe, po normal që kishim pas që me konkret Kosovës, krejt këtuit edhe me lujt sa ma mirë, po momentalisht nuk është ai niveli që munde me bo ashtu, kështu që po besoj që shpejt kena me arrit nivelin që nështë s'kena me pas nevoj për lojtarët huaj. Mirë po, lojtarët huaj, i nevojitën lojtarët shtatë shkurtër, apo play Kosovës, apo lojtarët cilët janë më shtatlartë, të cilët mund të sjellin rezultate tjera. Momentalisht na vijnë 2 ato. Përcakto për njërin. Po atë qysh, kur është se tash basketbolli është shumë i shpejt, edhe lojtarët e gjatë na vijnë, po aty është edhe kapiti, edhe Lisi, cili mund me ndihmu, edhe pse ka herë po kanë probleme me lëndime, po mund me improvizu, është gëzimi, driloni, ka lojtarë gjatë ose 4 që mund me improvizuat shtatlarësin, edhe pse nisha kem, po jo në nivelit më naltit, po edhe këta që po vinë nuk janë diçka që e bojnë dallimin, kështu që aty duhet. Përveç artist që ka qenë emër, megjithatë ai lëndu me njerë edhe në fillim luajti shumë mirë kur erdhi, po u lëndu dhe tashti po këshyrim. Unë po besoj që federata e din ata ka dalë tash kem kohë dhe besoj që kanë me marrë. Kosova ka qenë një grup që është menduar që do ta kalojë atë grup. Zvicra, Irlanda, Azerbajxhani. Po, çashtu mendu, po Zvicra ka fytyrë tjetër, krejt komplet. Për asaj që në Prizren. Dhe ju konë shumë më të përgatitur edhe shumë më serioz. Edhe duhet me cek që çaj udhëtimin në Zvicër konë shumë i keq, po s'ka aty arsye. Zvicra konë ekipa më e forta dhe edhe pse u kvalifikun, ata erdhën në Prishtinë dhe kanë luajtur fort dhe na kanë mujtë, domethënë që ajo kallëzon çfarë niveli dhe çfarë cilësie ka. Një ndryshim i madh për asaj ndeshje në Prizren, pastaj në Prishtinë edhe në Zvicër për 1 vjet e gjysaj e ndryshim pozitiv. Po, dhe për një me kanë favorit. Na me Azerbajxhanin atje, se na menum që s'jon ata kur gjo, po qatë peshe se kanë edhe shumë të keqe qysh edhe u folë, edhe plus Antoine Hall, qaj na ka bo shumë dëmë edhe lojtari Euroligës, kështu që
kena pas shansa me mu kvalifiku sigurt, po Do shta edhe fati nuk e qenë në onër tuaj, ka pas edhe lëndime. Po edhe ka pas lëndime, u lëndun, në Irland kena lujt pa playmaker, më thonë, erdha në stedi për aeroplanit, direkt në lojë, kështu që, veden, janë të sene që s'kishin duft me ndodhë, po të na po ndodhë. Po. Më përshë që në këtë kampionat je shumë i përgatitur. Do shta më i përgatitur se kur dëshira jyte për të treguar atë cilësinë, për t'i kënaqur gjithë tifozët edhe në Pej, por edhe në qytetet tjera. Po, Disi motivin e ki mjaft madh për të vazhduar. ka fillu mu këthy se për para për një me u konë Dardani dhe Majri dhe ma ndryshe, po tani këm pas prej kohës pandemisë, dhe më për 2020 që atër kur fillej dhe pandemia, ke një stagnim edhe tani ke shumë shtirë edhe mu këthy edhe këm pas nga probleme familjare, po tasht jam shumë më mirë edhe po besoj që mu ka këthy motivi, nështë mu kështë duft se gjina që po kryet sezona, edhe një muaj ose 2, po prapë se prapë edhe po besoj që edhe verës ka me punu edhe se kam nërmen alo njerë me lonë. Deri kur nuk di. Se di deri sa kom shnetën. Po shëndeti është, po s'jam keq, tashti edhe më kanë kalu dhe lëndimet edhe tashti po do pak verës me punu ma shumë për me konë në fillim sezonës shumë më mirë. Po, flasim diçka rreth ndryshimeve, a duhet të ketë ndryshime në kampionat për ekipet tona, i kemi 5 lojtarë të huaj, 3 janë 5-she, a duhet të bërë ndonjë ndryshim apo duhet të lihet në këtë mënyrë? Ma shumë me punu me 3 dhe mi përgatit se unë po menoj që është në rregull, 3 të huaj 2 vendor me lojtë, se s'po kena shumë vendor, që është për dëgjoj që edhe mundet mu rrit liga, atëherë adin kanë hapsinë edhe vendorët për me kallëzohë. Në kohën teme kanë qenë 5 të huaj në parket, edhe tani u bo 3-2, ti ki duhet me luftu dhe me të huaj, s'ka pas edhe, ose a i ki 16 vjetë, 18 vjetë, 20. A ka qenë më pozitive ka qenë më pozitive se s'ta ka falë kërkush minutin, ose ki duhet me punu, ki duhet mu angazhu për me luftu për minuta. Jeshtë. Na duhet me luftu për minuta, do më thonë lojtarë të ri duhet me punu shumë për vetin, nëse dojnë për me arrit, nëse ja u falim, atërë s'po besoj që kanë me mri nivelin, ndoshta ngritet pak, po jo qash sa neve na duhet, kështu që po besoj që sa i përket rregullave 3-2 momentalisht në rregull është, po thjesht po duhet me punu ma shumë me 3, me jep ma shumë minutash 3-ve, edhe nësë janë 3 tuiski, s'ka nevojmë të më konë mi konë 3, mund është edhe 3 vendorë, mi është i për njërë, kështu që ki apsina edhe me ndru, edhe pish strategjia e klubeve do të pak me ndru. Se i qëndron Peja me basketbolist vendor, e përmende Ahmetin i cili shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Ron Ukaj. Ron Ukaj, po tash edhe ai nuk është më i ri, 24 vjeta, 5, është tash i ri, po thamë, ne ma sporti do të më janis me punu ma mirë me shkollat basketbollit, mi përgatit deri në juniora dhe në qatë fazën që kthehen për juniora dhe në seniora me punu dhe mja për kraje ma shumë. Njëjtë si në Pej, si në klube tjera, s'po shoh diçka përveç tyne që i përmena, po besoj që të ardhmen e shpejt duhet na mu angazhu ma shumë edhe me punu edhe me shty basketbolin e trive shumë ma përpara. Cili është mendimi yt përmende atë prej 8 në 10 ekipe e Superliga e Kosovës? Përmende edhe atë që nuk ka shumë lojtarë vendor. Nëse ka motiv dhe nëse ka buxhet dhe nëse ka kvalitet të ekipeve që dojnë me punu dhe dojnë me bo një konkurencë në mrena në ligës, atëherë është shumë e mirë, se atëherë hapet liga dhe ka ma shumë hapësirë edhe për vendor, po edhe për qytetet tjera si Gjilani, Raveci, pse jo, Ferizaj, ka ekipe që e meritojnë për qytetet që e meritojnë për me konë Superligën e basketbollit. Po fleto në bazë të organizimit që e ka. Po duhet me organizu, duhet me bo një konkurencë të mirë, jo me ardhë me hup ka 50 pik, 60 pik, po... Sigur që ka ndodhë me dritën. Po, si me dritën, thjesht veç, unë po menoj që është ma mirë nëse ka vullnet për me punu në ato qytetën, nëse jo atëre, prapë ma mirë është. Si vjetë është mjaft mirë nga se kyqe e Borës ka bërë një ndryshim pozitiv? Po, që për shembull si Bora, ka një periudhë Rahoveci shumë i mirë,
Tash Tibora që i përgëzoj për organizimin edhe për krejt mundin që e kanë bërë dhe e kanë jep një farë pozitiviteti ligës, kështu që qasje ekipe është sa ma shumë aq ma mirë. Po. Unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që bashkë biseduam rreth karrierës dhe gjithë shka që ka ndodhur rreth basketbollit. Faleminderit shumë. Ishte ky Dardan Berisha.